إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar, ashtu si që meriton ai Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'u. Selamet ja dërgojmë Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, familjes, shokëve dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij. Të dashur vëllezër besimtar, ditët e njeriut në këtë dynja janë sikur se një litar i cili është i shtrirë dhe nuk dihet se kur kputet. Anët e litarit janë e kaluara dhe e ardhmja, dhe mesi i litarit është e tashmja. E njeriu aq shumë preokupohet dhe brengoset për të shkuarën e tij, e aq më tepër brengoset dhe e ka dert të ardhmen e tij, saqë e harron ta jetojë dhe ta përmirësojë të tashmen e tij. Aq shumë preokupohet njeriu me brengat që i ka për të ardhmen se çka të ndodh me te dhe me familjen e tij dhe me pasurinë e tij dhe asa do arrijë këtë dhe atë, saqë brengat pastaj bën shkak që m'ia dobësu zemrën e tij, m'ia plak shpirtin e tij, m'ia thinj flokët e tij, m'ia humb oreksin e ushqimit dhe dëgjumit të tij. E Allahu Jalla wa Ala thot: "Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum." O njerëzit, ju ka mundësi që e urreni një gjë, po është më khajr për juve. Pastaj thot: "Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum." Ka mundësi që ju ta doni ndonjë gjë, po është sharr për juve. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allahu e di më së miri, ju nuk dini. Prandaj preokupimi dhe brengosja e tepërt në kokën e njeriu të bën që t'i shtohet stresi, pastaj t'i shtohen problemet hala më shumë dhe nuk din si ta jeton të tashmen dhe ta përmirësoj atë dhe të bëj vepra të mira. Duke u brengos për të ardhmen, nuk pendohet për të shkuarën, nuk punon në të tashmen dhe i humb të trijat. Kalon Ibrahim ibn Adham rahimahullah ta'ala pra një njeriu i cili ka qenë shumë i brengosur në fytyrën e tij. Ibrahim ibn Adham ka qenë njeriu i mençur, dietar i madh, dhe i thot: Po t'i bëj 3 pyetje për shkak të brengas që i ki. Ka thonë urdhë. Ka thonë: "E yajri fi hadha al-kawn shay'un la yuriduhu Allah?" Ka thonë: "A ndodh diçka në këtë kozmos pa dëshirën e Allahut?" Thonë: "Jo." Thot: "A wa yanqusu min rizqika shay'un qaddarahu Allah?" Thot: "A paksohet nga rreziku jot që ta ka caktuar Allahu azza wa jall diçka?" Thonë: "Jo." Ka thonë: "A wa yanqusu min ajlika min ajalika lahdatun katabaha Allah?" Thot: "A paksohet e gjeli jot një moment ose më pak ose më shumë nga ato që e ka shkruar Zoti?" Thot: "Jo, e gjeli vjen ku të caktuar." Po pse po mërzitesh valla? Po gjithë këtë problem kokë e paske. Gjithë to brenga i paskin kokë. Dije që e gjeli vjen me kohë caktume. Rreskin ta ka caktuar lume Allah, veç kërkohe mënyrën më të mirë të mundur. Nuk ndodh diçka në këtë dynja pa dijeninë e Allahut, pa dëshirën e tij, pa urtësinë e tij. Për këtë është pyet Aliu radhiyallahu ta'ala anhu dhe i kanë thënë Aliut: "Cili është ushtari më i fortë i Allahut?" Ushtari më i fortë i Allahut nga krijesat e tij. Ka thonë: "Kodra." Mirë, po ka thonë kodrën e thën hekuri, hekuri është ushtari më i fortë i Allahut. Pastaj ka thonë hekurin e zbut zjarri, e zjarri është ushtari më i fortë i Zotit. E zjarrin ka thonë e fik uji, uji është ushtari më i fortë i Allahut. E ujin e bartin ret me tonelata, ret janë ushtari më i fortë i Allahut. Mirë, po ka thonë ret i bart era poshtë përpjet. Era është ushtari më i fortë i Allahut. Ka thonë erës si përballon njeriu
E njeriu është ushtari më i fortë i Allahut. E gjumi thot e mbizotron njeriu, gjumi është ushtari më i fortë i Allahut. E brenga, problemi, halli, derti e mund edhe gjumin. Kjo është ushtari më i fortë i Allahut. Se le njeriu me vlet të natë. Prandaj dashur vëllezër, asnjë prej neve nuk shpëton nga problemet, nga hallet, nga brengat. Mirë po këto nuk duhet me qenë çështja kryesore jon ditore. Duhet ta përmirësojmë të tashmen, të bëjmë vepra të mira dhe të dalmi nga kjo rrugdalje, sepse Islami përveç se që i sharon gjanat, i gjen problemet, e ka edhe ilaçin dhe kurimin e tij. E cili është kurimi i brengave? Nuk shpëtojmë asnjë prej tyre. Cili është kurimi i tyre? Në 3 gjana. 3 gjana nëse ne i praktikojmë me zemër, Allahu xhallahu ala ka më largu brengat, hallat, dertet që i kemi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që zot në mëngjes dhe thot 7 herë, hasbi Allahu, la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim, kafahu Allahu hamma. Ai që zot në mëngjes dhe thot 7 herë, hasbi Allah, më mjafton mua Allahu, la ilaha illa hu, nuk ka zot tjetër përveç Allahut, alayhi tawakkalt, Allahu t'ju kom mbështet, Rabbul Arshil Azim, Zoti të Arshit të Madh. Kush e thot këto 7 herë në ditë, në mëngjes dhe në mbrëmje, Allahu xhallahu ala po thotë ja merr porsi për brengat e tij, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A është me mësu këtë dua, hasbi Allahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa Rabbul Arshil Azim. Keni mbrojt muslimanin, mësoni. Me thonë në mëngjes dhe në mbrëmje. Me thonë më mjafton mua Allahu, s'ka zot tjetër përveç Allahut. Ju mbështeta Allahut Zotit të Arshit të Madh. 7 herë. Allahu thot ka më marr përsi për brengën e tij. E dyta, men lazim istighfar, thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai që gjithmonë është i lidhur për istighfarin, duke i kërkuar falje Allahut. Ja'ala Allahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haythu la yahtasib. Ai që i bën Allahut istighfar shumë, i kërkon falje shumë. Allahu xhallahu ala po thot për çdo ngushtice kam i gjetë shteg. Çdo ngushticë që ka kam i gjetë shteg. Edhe për çdo brenge kam i gjetë rrugdalje Allahu xhallahu ala dhe do ta furnizoj ka ai nuk e mendon fare hiç. Ai që goja e tij është e lagur me istighfar. Duke thënë astaghfirullah gjatë 3 ditës. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Duke thënë astaghfirullah alazim, sepse të na për të thotë dikush astaghfirullah me zot lart, rob të shtëpisë tutën, çka ka ndodhur? S'ka ndodhur kur gjave, po ka dhikr është. Ju pendu Zotit. Do thonë vallahi astaghfirullah, vallahi pendohem tek ti, kërkoj falje tek ti. E ai që goja e tij është e lagur me istighfar, Allahu e merr përsi për brengën e tij. I gjen rrugdalje ka ai se mendon, e furnizon ka ai si nuk e mendon fare hiç. Edhe nëse në ngushticën më të madhe është, Allah ka mi gjetë shteg për rrugdalje. Dhe e treta, ka një sahabë, një shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tek ai dhe i ka thënë o i dërguari i Allahut. Kohën që unë e bëj dua për veti, ta kam kushtu krejt ty. Krejt salavate për ty i bëj. Krejt gjej selame dhe salavate për ty. Për veti hiç s'jam të bëj dua. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë, idhen yakfika Allahu ta'ala ma ahammaka min dunyaka wa akhiratik. Mi që salavat për nga medit sallallahu alaihi wasallam. Sepse ka thonë, atëre, Allahu xhallahu ala e ka marë përsi për brengën tane të dynjas edhe brengën tane të ahiretit. Në qofë se ti qënë salavatën bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gjatë ditës, gjatë javës, natën e gjumas, e kështu më radhë më që salavat bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e salavatët janë duke thonë, Allahumma salli wa sallim, ala nabijena Muhammed, o Allah, që paqe dhe mshirë, ngrete Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në ahiret dhe në dynja është ngritur, duke që salavate shumë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Allahu i lartësuar e merr përsi për robin në dynja dhe në ahiret, e merr përsi për brengën e tij, hallën e tij, dertin e tij të dynjas edhe të ahiretit. Pse salavati mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kaq shumë i madh? Sepse Allahu e don shumë atë njerëj. Shumë e don Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Edhe na ka mësuar me thonë thuni Allahumma salli ala Muhammed, o Allah, ti
që salavat mbi Muhammedin. Çka salavati? Salavati është me bë dua, po Allah azza wa jall nuk bën dua për robën, po është mëshirë. E pse ne themi o Allah shumë mëshirë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk themi o Allah mëshiroje, o Allah jepja xhenetin. Sepse e ka xhenetin i sigurt, thonë ulema e Islamit, për arsye se nuk ja din vlerën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam më mirë se sa Allahu askush. Nuk ja din vlerën Resulullah sallallahu alaihi wasallam askush më mirë se sa ai që e ka dërguar pejgamberin. Për këtë edhe e shpërblen shumë ai që një salavat e dërgon mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahu 10 herë e përmend të me lajket e tij më të larta. Edhe çon në rahmet 10 herë mbi tonë tokë. Edhe për këtë e merr përsipër brengën e tij të dynjas dhe brengën e tij të ahiretit. A dhe i dashur vëllezër, ta jetojmë të tashmen, duke përmirësuar të tashmen, duke bërë vepra të mira, mos na brengosë ardhmja se atë di vetëm Allahu xhallahu ala, të pendohemi nga ajo që ka kaluar, sepse në qoftë se ne brengosemi për të ardhmen hala pa ardhur, nuk na lën të pendohemi për të kaluarën që e kemi kaluar, dhe nuk na lën ta jetojmë të tashmen ashtu siç don Zoti dhe pejgamberi i tij. Elusmi Allahu xhallahu ala që të na fal neve dhe juve, na bëj prej atyre robërve që Allahu xhallahu ala është i kënaqur me neve, na bëj prej atyre njerëzve që të jetojmë të tashmen ashtu siç don Allahu dhe pejgamberi i tij. Amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.